cilat jam të taku. Gjdo e 10 ka thonë, bane, mund do këtë që nuk është gabimi madhë. Gjdo e 10 Për këtë deklarat? Për këtë deklarat. Nuk është gabimi madh? Gjdo e 10 serb në veriu e vendit. E çfarë flet kjo? Janë të krakasu me... janë të ata njerës. Unë e veç janë të transferu qka e kam dëgju. Nuk është mendimi. Transmetu, po. Mendimi jem e kam kallëzu paras. Që do me thonë, që ata tash mendojnë qofse ajo ke në atë kohë, ne nuk do t'jemi sot viktima e këtë regjimit aktuale, e romantizmit edhe e shtetit policore në veriu e vendit. Kështu mendojnë ata? Gjdo e 10, por njerës që janë si kur Ilir, që janë si ku Taulant, kuptueshme, janë si kur une. A do duhet shkarkohej kjo? A do duhet shkarkohej në Serbi? Paunovici? Mu nuk më intereson. A do duhet? Mu nuk më intereson ajo, e ka bo dëm e madh, edhe për mu personalisht, edhe për gjithë serb të shtetin e Kosovës. Që i ka rreziku mirëqenien e serbëve të Kosovës. Ajo e ka bo një problem politike rajonale, edhe ajo edhe për një vij e ka poshtru pozitën zyrtare në shtetin e Kosovës. Po vetëm qartë një diçka, si mundet shkosh të dialogosh me Serbinë, e cila nuk e shkarkon një ministre të tillë, të merresh vesh të flasësh për raportin kosovarë-sërbe dhe nuk është koha për konstruktime, por ekziston si një... Po kjo është çështje që është... Ekziston një si ideja, se cili diktator që kupton që e të humbë pushtetin brenda e shtetit e vetë, jetu nis me shpatët e ti politike, sikur që është kjo Qiqajka, me transferu atë mundësi e luftës për me përfitu do grusht e vota